Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do sjell historinë e një çifti nga Pogradeci, Manjola dhe Alban Xhemollari. Në fakt Manjola së bashku me bashortin Albanin vetëm përpara disa ditëve ka qenë këtu live me mua ku kanë rrëfyer gjithë problemet që kishin në familje, konkretisht Manjola me vjerin e saj, ku 76 vjeçari Ismail Xhemollari jo vetëm e ofendonte me fjalë të pista nusën e djalit, por ishte edhe përdoruesi i alkoolit dhe mbi të gjitha sot 76 vjeçari kërkon t'i dëbojë nga shtëpia. Ne sa që vjera nuk ishim të ardha shumë, edhe nuk e merrim dot hapin e shtëpisë. Ky çbej një ditë të bukur, vajti atje në burri shtëpisë, pa na pyetur neve, edhe ka vajtur ka marrë 500.000 lekë në bankët, edhe e ka marrë hapin e shtëpisë vetëm në emrin e tij. Që ditën që ka marrë hapin e shtëpisë, ai do të unë zjep e shtëpisë, e kam hapin unë, këta nuk figurojnë me mua, nuk po plas vysa mua tash, e kam hapin unë do të unë zjep jashtë e shtëpisë. Baba i kanë folur, mor baba. Po ka kjo çfarë e di unë atë punë, kështu do besim thot mendjam. Mor baba. Po nuk të kam kusur, po nuk të kam azjeve. Ne kemi respektuar, neve i lajmë, e shplajmë, i të atë mirat e kemi verë. Baba juaj duhet su ka një urrëtie vetëm ndaj jush apo kështu sillet dhe me fëmijët e tjerë? Dhe me çupën dhe me djalit kështu. Odeta vini pirë çdo ditë tapë edhe ofendimet nga më të rëndat, unë e ruaj që nga balkoni, se vini pirë tapë, edhe për vetë mbrojtje unë, kam mbyllur derën e dhomës time me kyç. Kupton? Se i bie derës, hape derën, edhe shan hapet nga më ofenduese, gushrat e mutit, me gjithë çupën. E mutit, putanat e mutit, do t'u nxjerr për shtëpisë, nuk do jetoni me këtu juve me mua. Stop, që nga shumë të rënda. Ne prap nuk kemi denoncuar as në denoncim të dem kundra ti, e kupton? Se çfarë vështirësi janë? Është e vërtetë? Ka përgua për të shpirti. Nuk ka çfarë. Emisionin që ne transmetuam këtu në kanalin tim në YouTube e ka parë ky 76 vjeçar dhe kërkon të reagojë, t'i japi përgjigje djalit dhe nusës së djalit, kështu që menjëherë hap dritaren dhe ftoi zotin Ismail Xhemollari për të dëgjuar dhe versionin e tij. Ismail, përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje ju. Besoj që Teroni Samalet. Faleminderit. Ju falenderoj. Ke një emision super. I dashur Ismail, besoj e ke parë emisionin kur djali juaj Albani me Manjolën ju denoncuan. Po. E pas mirë biles. Të them një 2-3 llafe unë? Patjetër, çfarë ka ndodhur? Po. Që ka ndodhur, unë kam jetuar 10 vite në Amerikë. Me gjithë bashkëshortet. Edhe ju dërgoj $1 muaj për muaj këtyre të treve, vajzës e 2 çunave. Edhe këta saj me një vesh që ka dërguar baba Malua që nga ajo vini në shtëpi, as 15 dita si muaj nuk rrini. Edhe vinin që ju thoshin ajo Manjola, i thoshte hajde se dërgoj një këndaj. Një e dyta. Unë i kam bërë një fabrik mielli, që blojnë një 4-5 shatër atje, që ik pa lekë në mëngjes, e vjen me 200-300.000 më darkë. A i ma mbylli fabrikën, edhe ik për Fëlleza, gjuan Fëlleza, me pion me saburra ndeza qarë bojnë maleve. Ape më mullinë, more, Jo, është i prishu, dërgoj vajza, 17.000 euro, sita të reja, të lava granë që langru, 3 orë që e 3 orë, a hyrë në kofu shatë e ma mbylli fabrikën e iku në Greqi. Iku vajti në një muaj ati, iku në njerëzit në fabrikat e tjera, se ka fabrikat tjera rrefiton aty. Ismail, Urdo. Ti po më tregon se konfliktet mes teje dhe Albanit nisën për shkak se ai nuk ishte i përgjegjshëm. Po nuk rrëtë në ponë me zënjë. Unë e foto në starit tashi, sa ka
450.000 sigurimet, kishte iku një muaj e iku në Greqi vajti ndaj një 10 vite erdhi prapë. Ja, e dyta tashi, që undis konflikti, undis se ky zotria, më tha moj ditë shketi tha, e më të shëllqar ka. I me qera tha ti ta pagoj unë qera. Po pse më të ikë me qera, unë jam në shpitime, more. Jo të ikës me qera tha se unë nuk kam respekt për ty. Edhe ty ka ngrana bukë, ma ka marrë pjatën 2 herë mora bukë, që pa hënje bukë, ma hoqi pjatën e pa të e kam bleru. Ma hoqi pjatën nga goja, e nuk e ngra bukë. Edhe, mire, i thejmë unë ikë nesër, thash, sik, e pa dita në gjyqë. Më tha në këtë urdhin, që kam edhe sot, që vajta në kohë, që gjitha në gjyqë. Po. E pa dita, më dha në urdhë mbrëmje, gjukata e pogërdit, se të shi në kajku, gjukata e kemi në Korçë. Po, e di. Edhe i them, urdhë, këtë, më kapën brazerët. Më thonë, aman, falja për neve, falja këtë ra. Ja falja, hajde më thash, i mbylla sytë. As qera nuk paguan, as uje, as drita, as sebepe, ja jo që ligjëron asho e zonja, ajo Manjola. As gjithë paguan ajo. Ajo vetëm rri atë shgo telenovela, shkunojnë serge këtë punën. Edhe ajo ka qenë në punë në hoteli këtu, ku jam unë, iku ajo, me gjithë motër. Një muaj edhe e la punë. E i mora qupën, atë vajzë, ja futa banakere, aty ku punoj unë. Ajo 4 ditë të 5 më tha, ma baba i ka ta unë. Qaj më ku do ikë në plash ta unë, në korrektur. Urdo, tashi, e pa dita për së dyti, në gjukatën e Korçës. Atje se ma beri borç. Kjo tashi kjo zonja Manjola, i bleva divanet ku futa në shtëpi. 1.200.000 ka ma në Korçë. Kë i kështë e ma divanet, ja kështë e shpen të jemës, në Blas. Të jemës, në Blas e kështë e shpen. I thejmon, maj zonja, ku janë divanet me? E shpera o mas ta uno. E me këtë pyetje thashti. Se unë nuk jam u verdi më shtëpi maj, se këtë shtëpi kam bleru me parat me dollarët e Amerikës që qanë të gruaja, si do bëj nesër, thashte. Si do bëj nesër, unë, për të shkema unë, të ikem sot, të ikem nesër, arrit me që ndej më gogjako. Zoti Ismail, unë dua të flas me ty shumë sinqerisht, si kur je babai im, keni moshën e babai tim dhe flas dhe më konsidero si vajzën tënde. Ndoshta të gjitha këto gjëra që kanë ndodhur në familjen tuaj nuk janë serioze që t'i çoni gjërat kaq shumë. Në fund të gjithçkaje, Albani është djali juaj dhe Albani juve ju ka baba. Ai çau kur e rrëfeu historinë. Le më shoqanaj po. Ai nuk pranon të vinte të thoshte një falje. Më falo baba, se nuk e bëj me. Ai servi, as ajo as e shoqja. Ajo Manjola, zonja. Serdhe edhe le të rrinë tash me qira. Ja erdhi muaj, do pagua qiraja ujtërita, se i pagua një unë. I që unë tërë kusuret. Që të më përzej djale mua të muaj të punatë në shtëpia ju. Erdhi djali nga Italia, fjeti në hotel Turpi botës. E bia e këti, ajo i tha, se tha, unë kam tezë, tha, do rishme tezën, tha tje, kush e ti, tha, vëllajt, mirë pa aju ishte shumë i preku, aju preket këllaj. Po, ma tregoj edhe Manjola, e dëgjuam çfarë tha Manjola dhe ndërkohë edhe djali juaj, sepse djali Italis kishte ikur me dëshirën e vet nga shtëpia dhe kishte vajtur te shtëpia e tij. Jo, po ikoj se e tha, nuk do ishte tha, se do rish me tezën time, i tha e bia e Manjolise. Nuk, i këta. Iko djali, më thot ma babi, thot kështu. Ajmo në hoteli, thash atjoj, se i thash ati pronarit, o që lë këto, tha, dhe të rikë këtu. Mi pa ishme setër, tha. Sa të ta kujtojnë ditë për ditë ata pronarët ty, tha, jo unë do rri në hotel Korça, vajti qeti atje, 10 dita, 12 ditë sa ndenjë. E një 3-4 ditë ndenjën e vëllajtim. I dashur Ismail, unë fola gjatë me Manjolën dhe Manjola më tregoi që për shkak edhe të moshës, ndoshta edhe që përdor alkoolin, rakin,
Shumë fjalë të papërgjeshme që i ke thënë dhe nuses tënde. Ato janë gënjistër. Ato janë gënjista se unë vi një shtërkisën se ratë me parë, kur i patita në gjyq, gatua një vetu. Ta shë për mos më parë fytyrën mua, më mbytë të derën e kuzhinës. Hape me derën moj, hape se do abuku moj, do për ty vezë. Jo, Flori, jo, nuk e hape derën e. Arroj. Pasaj mua të më bëj psikika, jo. Mua psikike ishta, jo. Edhe ju temi që ka më rrë barbeu. Edhe ju psikikës. More vesh, unë jam burri nderuar, ajo të më thotë ajo mua, zirit në agjesia e bërë në agjesia. Na se më nuk, me elitar, varim, e këto tjera nuk i bëju. Arroje. Ju po ofendoni djalin tuaj. Eshtë. Që jam e edhe modot edhe me s'ka të rrugëve si gjema lelatës. Është e rëndë nëse djali të ka kërkuar të do boj ty nga shtëpia. Kjo është e pafalshme nga ana Albanit. Por që të temu. Albani më tregoi tjetër histori. E di të tërë që ajo do të prezente nga shtëpia. Po të kishte dokumentat ajo, sot ishin me s'ka të rrugë. Po dokumentat i kam unë, e ka nderu shtëpi me dollarët e Amerikës, e nuk e ka bler ajo Albani. E bleva unë. Akuzat ishin të rënda. Ajo tha unë kyçem në dhomë, sepse ai vjen i deur dhe ofendon me fjalë të pista. Ma i zonjë unë ka 2-3 ditë që nuk kanë vajtë në shtëpi. Vjene në emë të rrallë dhe ju një direkt në dhomë time. Një, kjo Manjola, kjo që thua ti, ishte të në motrës, vetëm asë në këtë bukë tu se helmin ka. Ose të ja baj me që ka në kokën se më ka shah. Aji i thot ajo, i ke mendë të ti maj. O vëllan të ma shu të këtë pasuri që kini juve. Ja, jo Manjola, ja, do t'jetë helmin, vetëm ose në këtë bukë, e nuk ka një bukë. Unë ka 3 vjetë që a bukë në për restorante. Dakor të? Pasaj vete e sot më punë, se s'më dele sati, salë marrun, që të 37.000 pensionë, edhe rriroje si qeni natë me ndër të Zoti Ismail, por si ka mundësi, sepse ju me Manjolën, me nusën e djalit keni jetuar për vite të tëra, ajo i ka shërbyer edhe vjerës, nusës tuaj të ndjerë. Në asë mënyrë, ajo gënjim, vjerës e ka shërbyer ajo 7 ditë. Se ajo vjerëja saj ka ndenju 11 muaj në spital në Qupa në Bologna. Ka ndenju 2 muaj në Tirana, ajo nuk shkeli njërë që të vinë të ta vizitonte. Ja kush Tirana. Në asë që mënyrë, vetëm kërë sola, zvarë që e njita lërë, edhe një javë, edhe di që vjera. Edhe janë gënjisa, ajo si ka bërë asë një gjë vjerës. Asë edhe një gjë. Ja ka bërë motët, aty për një javë, kur vajta e mora në aeroport Qupën, kur erta gjeli bes, ishte mbaruar. Palere, le sot ajo i ka bërë shërbime i ka bërë, asgjë si ka bërë, asgjë nuk i ka bërë. Se ajo ka jetuar me kratë tim e me kratë e asaj zonjë që u shtridhej. 10 vitet, por është në Amerikë, edhe e të këses për piti, e të më herrit poshtë të mua, jo më florisës, jam të la, unë që thot ajo, ti marrën një psikiatër, ti marrën këtë se i kaloj të rëmëndja, jo, i kaloj të rëmëndja asaj. Asaj zonjë si kaloj të rëmëndja, edhe tjallit e mi kaloj. Ka që ka mund? Zoti Ismail. Unë jam njeri i nderuar, mo, shko, arë këtë vejnë bashkë në plecë, edhe pëtë fëmijët moj në shkolla. Si ishte Ismaili, si ishte Malua, të tërë fëmijët vejnë duar të pëtë për mu. Se unë jam njeri me kulturë, nuk jam njeri me 2 klasë shkollë që ka Manjola edhe ajtemi 4 klasë. 4 klasë ka në. A që ketemi. Ismail, djali juaj Albani akuzoi dhe vllajin tuaj, zoti Sali, se është ai që i ka bërë të gjitha këto gjëra, duke të bindur ty. Sali i bërë që faltova unë rëmë parë. Edhe Ibrahimi që është me policinë. Ata më lutën falja për neve ta këtë radhë. Ja falë, një 3-4 vjetë pasaj i griti prap shërrin ajo. Te shërri djenë për asaj, e kësaj Manjolis. Dakor të? I dashur Ismail. Tërë kjo është ka. Sinqerisht më ambë shumë kesh. Asi me të me edhi elmi në gjellët mu ajo. E ku ti thot pa motrës. Pa pësytë vëllata, se motrës ta se do të edhi elmi në. E ta e? Ta e se qërta.
Çfarë ke? E kupton? Kjo është e rëndë. Kjo është e rëndë, zoti Ismail. E po të thoshte. Se nuk e ta ke këto, i kam të kështu po direkt edhe. Jo, është gjë e rënda jo. Unë 76 vjet. Ta rri ajo të me hedhi mua çupe tjetit me skatërgoj, nuk e lejo vetë no. Ja, dokumentat i ka Ismail Xhemollari, pagesat i ka Ismail Xhemollari që ka paguar dollar për të fabrikës 50 milion. Që ata zgrekut atje që më ngrit leshin me të kokës përse, e bera që të rri djali në fëmijë të mos largoj. E qartë, e më kuptoj. Sakrificat e tua në emigrim për të... Se këto nuk t'i thaj, s'ti thaj që më ka ble fabrike. Më tha vere shtëpine, për... Urdo, sa ti bi unë më shumë, sa ti bi unë? Rimo këtuar. Sa ti bi, s'ma konte me asgjë. Tëra unë i paguajnë. Pra, ju po tërgoni që Albani ka qenë dembel, nuk ka punuar. Hysh fare, ikte nga një javë, nga 2 javë në Greqi. Ja, ka që ka punuar ai. Shkonte Maqedoni lite e mollë, një moj, asgjë s'ka punuar. Por si mo i ke mo hape mullinë, more. Hape mo fabrikën, ik pa leka vjen aty. Ti nuk e beso që a fabrikën kam punuar, unë që erda nga Amerika. Atë fabrikën bëjnë 7.000-8.000 kuntal gru. Për të fshatave. 8.000 me 3.000 leka kuntale. E kuptoj. Lere, për biznesin që hapët në fshat. Zoti Ismail, unë dua të pyes, por Manjola me Albanin, kështu kanë qenë gjithmonë, që kur ka ardhur nuse? Jo, kemi shkuar mirë shumë, që në fillim, shumë mirë, sa atë ditë që ka martuar djalin e matun, ma sollu Manjol kënë mua në shtëpi. Unë se dinje, kjo është nëse dytë, më tha da juam. Qa fletë tas more? I kini mento, unë se dinje, se ne në ndan gardi, ku i themi ne fletë. Kështu i themi dhe ne. Me shtëpine Manjolës, në ndan gardi. Ajo ka patur një baba, që për ta pirë në kupët, hajtë mire ka patur baba. Super baba e ka patur. Ajo Manjola. Ka patur një baba Flori, i themun, pa masi se ka tekur. Se ka vite që ka vdekur shketi, ka në ruajit. E kuptoj, ajo ka ardhur në shtëpinë tuaj dhe shtëpia juaj është bërë familja e saj. Por çfarë ndodhi me kalimin e viteve? Pse ky raport kaq i keq tashmë mes teje dhe nusës së djalit? Çfarë ndodhi? Si mi merr divanët mua pa pyetur, shkon blas. Ata me pyetë vjerrin më, sa i ka der ky më. Kur hyra në shtëpi 3. I bleva 1 milion. Ju keni të drejtë për divanët, por besoj që nuk mund të zihesh dhe të dëbosh djalin me nusën nga shtëpia për një palë divan. Çfarë do lloj çmimi të kenë ato divanët? Ja për divan, unë zbova nga shtëpia se më thoshte ik me qira se shtëpinë e kam unë. E kam unë shtëpi thoshte. Po këtu u a tha djali apo nusja? E ta provoj tash me qira, le ta provoj qira një, si është që dërgonte babanaj. E ta vlinte rrugëve mua, kemi një po ka dekur ajo, kemi një xhemal e quanin, ajo njeri pa njeri. Si xhemali do të letosh ajo Albani. Edhe kjo thoshte te rrugëve do mbetesh, rrugëve, të çajnë morrat, më thoshte mua. Ja kjo Manjola e. Urdo, çfarë të them unë shkreti? 76 vjet më po çfarë të them, çfarë të tregoj unë? Çfarë? Tjetër gjë. Jo s'për që i tash, jo, i kësha thënë, makarona nuk dua, supra bëjt qartë të duash ti, vetë makarona s'dua, se i kam inat makarona, 3 metre. Makarona mos bëj, të tjera të gatuaj, i të shumë. Tash i thota, nuk përqente ju, unë ta kam thënë që makarona nuk dua, të tjera të bëj, qartë të duash ti. I dashur Ismail, ta thash dhe pak më parë, ke moshën e babait tim, dhe po të flasi vajzën tënde. Ndoshta pa të shumë nderuari. Ndoshta pa të prekur ty, po bëj një bisedë sikur ja bëj babait tim. Ndoshta kjo mosha e tretë bëhet pak zevzeke nga natyra, thon si fëmia, pleqëria si fëmia. Se të gjitha ato biseda më duken shumë të ulta për të krijuar një konflikt dhe për të përçarë familjen. Bëre makarona, zbëre makarona. Një mëngjes sa një aty në hoteli. Edhe vinje sa për të fjetur një 2-3 orë. Edhe ikja unë, nuk rinja në shtëpi, unë vinja në punë.
se punën e kam në orë 5, E në qartë. 5 të darkës, e deri në mëngjes, unë punoj 13 orat, si që punojnë në Amerikë, që më ndryshin kemët atje, ku punojnë, në 13 orë punojnë. Se e vlerësojnë, që ta bën fëmija, s'ta bën as përëndia, që ti dhe mu? Nuk ishte e rarta ju, mos paguan të gjiranë, mos paguaj ujë, mos paguaj drita, mos vejnë për se pipit. Unë i gjën tëra unë i gjën, në këtë moshë nuk punoj të ashtë dhe. Jo, jeni 76 vjeç, keni dalë në pension dhe duhet të shijoni pensionin dhe vitet e pleqërisë dhe më habite ku më the që unë punoj akoma. Më çuditë. Punoj për zotin? Po peto, ajde këtu, në të shemishtja, mu, ja sot këtu po flasë, në të shemisht. Ajde këtu, në qëfste, nuk punoj unë ka 70 që punoj këtu. Pa një munges, pa mungu e fare. Ja. I dashur Ismail, në momenti që unë u lidha me Manjolën, ajo ishte së bashku me Albanin tek shtëpia dhe më thanë që ishit larguar ju. Aktualisht, ku jeton sot Manjola me Albanin? I ke dëbuar përfundimisht nga shtëpia? Po, ka nikur me qera. Ka ndodhur këto ditë? Në një pallat aty, ku ka bre vajzati me një hyrje, aty afër një majt, aty është ka 2 banor. Aty është. Nuk e di se sa paguan, se sa ben, se di. Pa 2 banon, po me qirash. Ju ka dorëzuar çelsat? Po çelsat janë rrova unë. Se s'ka drejt ajo, për 5 ditë, i hoqi ato që i dushin, në kryet 5 ditë s'ka të drejt afrot 100 metra. Ka mundë mbrojtje. Era në parë, pa të stathaj që ja falja unë. Era jo nuk ta tha, që ja falja, pa nuk rrinë. O se jo rahat, që të behu. Unë i vajmë që me qafa jo e të përrua. Që të them unë. E që të tërgoj unë. 76 vitë, 77 po be. Si o kësu, moj zënje, dhe gjo e unë të kam në vend qupës time. O si bre, e di sa keq më ka erdhur kur ka shpia ju moj. Që të përzesh e vlatin nga shpia, e zjes shumë e redë, shumë e redë. Ta përzesh atë djali nga shpia. U detyrova se kisha alë tjetër, se qas bën, nuse djali, as e kam, as më kam. Iku djali, iku nusja. Iku nusja, mori tjetër djali. Da kur të qofë larkë, e kuptoj logjikën. Pa e të shi në këtë mosh mua, të eqë këto kusure, këto derde, këto halë, tërke pasurin qite sa milion malë ke mëre. Nuk e marrë me vete në gropë. Ti i ke, po që ne jo, na vrave, na shojte, na shanë, na ben. Asnjëherë nuk i kam sharë, asnjëherë, banin po, Alban, e kam sharë shumë mirë. Ushta një Albana të se më shanë mu, urdo, që t'i bej njeri u psikik. Ajo është stupid, kur do të Amerikanë. Që të mu. Ismail, po kontaktet me mbesën, me fëmijët e Albanit, i ke? Jo. Gjallën e dërgova në Amerikë, unë iku në Amerikë. është me loto në Amerikë, pa ju shtregon. Se unë e kam nisur. Por me mbesën, me vajzën. Po si bre, vajza këtu është. Jo. Përdalët, unë. A ka kontakte me ty pas kësaj ngjarje që ka ndodhur? Jo, tash nuk ka kontakt. Ai djali më tha mua, babam këtë një laf, që shtëpinë e këti e ta kam them tash, sa e të tash, porositja të teme të tatë. Polo më në shikë se janë të rezigamendja, more. Polo, pa e bre baba tha, u kam them, tha, nuk marrën vesh. U ka thënë e djali që nga Amerika, si që nga thate, që unë nuk e di. Edhe, që të temu? Vajza ofendo, bëj. Sa e kërkon të, baba, kena i leke, vajzit, sa të kishe, jep një qupës. E leta më hojnë, edhe djali pa i kur në Amerikë. Pasime, nuk është torpe, vjene Brazeri nga Amerika, e me thotë mua, do vinë shpitende. I them Brazeri, mos sajtë, se është gjendja e mirë. Jo, pa do vi për ty, tha unë, nuk do vi për ata. Erdi atena pa në për balkon, si të ta ty që e shkonjën e balkonit.
Erdhe ata unë bjullë me dhomë saj. Të rangë me kyç, Manjola. e qira sa unë. E qira sa, unë e qira sa vëllat. Që vëllajt e një majti 6 muaj. I beri garanci që pe vëllajt, që e morë në Amerikë. Që me lotari i kuaj. E qartë, Edhe kuptoj. e mbajtën pëllëmdorës. Si o mbyllë e si turpi votës, ma. Si me mbyllë e shtë dhomë më ti, hajde me qira se, e qira sa unë. Dhe bera gabim se u dhe $20, bera gabim që i ales më tavolinë. Atë bera gabim, sa të temu. Zoti Ismail, unë e di që ty të dhëm zemra, përpos gjithçkaje më qau shpirti kur Albani iku nga shtëpia. Unë ta thash që e shumë e rëndë që të përzesh e vlapin nga shtëpia, nga gjiri ta përzesh, shumë e rëndë, shumë rëndë më ka erdhe po, nuk kam qatë dhe, zi, nuk di e qatë dhe. Nuk e ke menduar të japësh një mundësi? Kurda? Nuk e ke menduar të japësh dhe një mundësi tjetër të të biri? Për që mundësi? Unë njëherë ja dhashë dorën. Ata se të ishën, në ata shi. Ose më nëzirë më e sajtë e 6 vjetë, për të shko me qira. Si të babajt më? E dëgjuam versionin 76 vjeçarit Ismail Xhamollari, i cili hodhi poshtë të gjitha akuzat e nusës së djalit të Manjolës, por edhe të birit Albanin. Ndërkohë, për të qenë transparente, unë do hap dritarin jo vetëm për Ismail Xhamollarin, por edhe me Manjolën për nusën e djalit të tij, dhe të jenë përballë njëri tjetrit dhe i dëgjojmë. Manjola, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Unë fola gjatë me zotin Ismail, i cili realisht i mbushi syt me lot kur tregoi që ju jeni larguar nga shtëpia dhe keni marrë shtëpi me qira. Po. Ndër të tjera, zoti Ismail ishte prekur shumë kur kishte dëgjuar ju e dashur Manjola edhe Albanin, duke treguar që gjitha ato fjalë nuk janë të vërteta dhe unë asnjëherë se kam ofenduar nusën e djalit. Po. Ajo që unë dua të di është që çfarë po ndodh në familjen tuaj. Sepse Ismail i hodhi poshtë të gjitha akuzat. Ai le ti mohoj çdo gjë, po këto janë të faktuara që nuk mund të gënjehet çupa ime edhe burri djali tia, nuk mund të gënjehet ato llafe se para ca ditëve, ky zotria me ata shokët e tij që pinë në lokal, i ra burrit në telefon te harrodhi e la telefonin hapur para ca ditëve, po theme para ndonjë jave. Edhe prap më ofendonte ky në sytë burra atje që ishte me shokët e tia në për lokale, qa llafe nuk thoshte prap, llafe të këqia. E ka marrë burrin e botës në telefon unë, burri, edhe i kam thënë, ç'pun keti o zotritis na njene kushimi as të njojmë, qa keti që na mbani në përgojë. Edhe ky fliste llafe të pista. Atje më e mendën, atje se i kem Terezi pa. A se do të marrë shtëpi. Po nuk dua më mbaj shtëpin, nuk dua, po mos të mbaj me në përgoj mua, në për shokët, në për pianistët, në për pianistët, në për shokëtarët. Ç'të drejt ke ti të më mbash mua në përgoj me ofendimet nga më të ndryshme ti? Ç'a ke me mua ti? Nuk është e vërtetë, pa. Dëgjoj maku. Një llaf që të kam ofenduar unë, thuaj këtu publikisht në ty të kësaj Odetës. Kur të kam ofenduar unë ty, thuaj. Jo, unë si thash që më ka ofenduar. Unë i thash që do të shtije Helbi në gjellë. Opa, kaq. S'është e vërtetë, te ato llafe që ke thënë ti, nuk të vjen në Terezi këtu, jo. Dëgjoj, ta marrim shtruar gjokt. Unë as të kam ofenduar. Jo. Po, çari natë ke me neve ti nxjerrë këtu, çari natë ke që të dolim neve për shtëpi, pse more urdhën mbrojtje ti që neve s'të kemi dhunuar, djali s'të ka dhunuar, faj të vërtetë që djali s'më ka dhunuar, pse gënje? Se vete kur të rajnë, duhet të urdhën mbrojtje, kur të haune. Po sa më ke bërë mua aktin, unë s'të kam bërë asnjë denancim për mashtrime që bere ti me gjithë të vëlla, dole publikisht aty në gjykatë, sa të gënjeshtra, mashtrime, sa të ty. I vëlla ta 2 llafe. I tha, ti shoqi të kam parositur 4 rejtje mosore, sillun e mire. E të tha e ty, ti zonjë kse them të vdekur e dua me shtëpi. Opa. 2 llafe ta. Këto i një llafe për te pituaj si që e parositur të vëlla ti, që tha, ti tha në gjyq ti tha. Në gjyq ti tha. I vëllai të ti, doli gënjevi në gjykatë, se e kanë korruptuar, unë dua të zgjidhet.
Prit një sekond, prit se... Ajo sa realitet, 2 lafe u tha ju. 2 lafe ta këshu. Thuaj, tha të vërtetën apo gënjevi? Ke 4 viti që s'ke shkelur në shtëpi, faj të vërtetën. Veçëm të vërtetën, thuaj. Si? 4 viti këti që nuk ke shkelur në shtëpi, të vërtetën do thuash. Të mos I kesh fëmijët. 3 vjetë vinje sa vinje në robet, në krevat që vinje ditën. Do vish tine, edhe do pysësh komshintë, edhe hap edhe kamrat, Jo, më jo pretendoj qitë ka 3 vjetë 3 ditët. Në qofë se 3 viti që s'ke shkelur në shtëpi, o do ju në burg, mos yrti do ju në burg, në qofë se ti nuk ke shkelur 3 vit në shtëpi. Edhe ofendimet I them këtu publikisht që ke bërë tine, ti them prapun këtu ato ofendimet që më ke bërë mua tine. Morë vish? Asgjë. O dita, së kam treguar një variant, dëgjoj çfarë bëri këtu, para ta viteve. Mos them, kishte një shokun e tij Piravic që flin që rrinte në lokal të ditën pinte, edhe prit tash, se unë s'kam ankesë nga burri, kam ankesë nga ty. Jo, po sa ja kemi nxjerrë gjuhën placë, që I ke gjuha brenda, që pinte. Prit, ty nuk ta kalon dot, ai pin nga qeqja teje. Shikon modeta tash. Ky Roçberi në 4 ka dërguar shokun e tij Piranik, e më ka rënë mua në derë në 4 rokitur, unë e pash që ai dyshova në ajo që si ishte njëri saktë, edhe nuk ja kam hapur derën, e kam parë që në syri. Ai shiko çfarë bëri. Do të them këtu e ta gjoj ky miku se ku e di. Edhe më ka ira desën si hapa, që të më turpronte mua ky miku e tha Turkiti ajo ruante në për 2 eftë. E unë e shikoj, e si hapa të dyshova në ajo. Thash unë që ky ka një gjë. Ç'ishte ai? Ja, prit. Edhe ai shiko çfarë ka bërë otet. Jo, po jo pritet ta shpjegoj se ti e di shumë mirë. Oteta, ai shiko çfarë bëri. Në dera time, me nderë është ndotur, edhe është urinuar, e më ka hyrë era e keqe e gjerë brenda në shtëpi, e rojta në për syt të derës, ai zbriti poshtë në shkallët, edhe ka dalë më tërposhtmën e pallati. Unë kam daqë në balkon, kam me komshin të prezent mund të vish të verifikos, I kam thërritur 100 lafe atij burrit. Që në e ka dërguar ky zotria. Ky. Pse mendoni ju që e ka dërguar vjerri juaj? Pse mendoni që e ka dërguar vjerri juaj? Cili me? Nuk I njoh unë shokun tan që kisha aty në Agimi, I vëllai I Agimit. I Agimit, ka erdhur në spital ai. E ku të tha komshia aty që erdhi kështu lolës I beri kështu këtë veprim, ti qeshnje. Ku të tha edhe bani burri, të tha aty që baba kështu. Ti e një mashtruese që se ke shokën. Kaq ke. Po ti do të thaj. Të gënje. Tani djalit mund të kim që I kam të vërteta, hajde mund të ti të vërtitush. I ka thënë komshia Ore Ismail, kështu erdhi filani edhe I bëri nuk të veprit. Po vërtet, nuk e thanë çfarë të botët. Ikë tash. Ikë gënjestër, ikë. Ti më ke ose induar jashtë nase. Manjola, të vishur, të në pjati që të ndonë atë mënyrë. Turë të vishë në banë për Manjola, të lutem, qetëso pak. E dashur Manjola, qetësohemi pak. Mos harojmë Zoti Ismaili 76 vjeç. Ai tregoi, unë e pyeta për historinë tënde, kur ka ardhur nuse, që ka qenë një nuse shumbullore, tregoi që ka qenë në Amerikë, ka bler shumë pasuri për Albanin dhe tha që gjithçka unë për Albanin e kam se nuk do t'i marr në varr me vete. Qetësohemi pak sepse ai është baba, sido që të jetë. Ndoshta unë ja thash dhe pak më parë që ndonjëherë pleqëria bëhet si fëmia, mund të thoj një fjalë më tepër, por ne të rinj duhet jemi pak tolerant dhe unë nuk dua që ju të silleni kështu me vjerrin tuaj. Odeta, po boll kam duruar atë këto vite së shtrapur goja time as edhe një herë se kam ofenduar. Tash ai më bëjnë nëpër lokalit, I thoshte atit lokalit gjova në telefon se po e gjoj një telefon me telefon e hapa, I thoshte burrit të botës kështu dhafe të pista. Si mund të thot ky një burri që unë se njoh as gjikundi nëpër lokalet të llafosi për nusën e djalit. Nuk është e ulët kjo? Po ka një muaj, ka 2 muaj, 3 muaj që nuk llafose me djalin. Vajte Greqia se jetë më mërë në telefon. Nga gënjeve, majoruare. Ti ka e në të vazit. Jo, nga ty erdi kjo. Nga ty erdi, s'me kjo. E I kam thënë për babam të ndate ku shtri varit, burmete nuk ishte, ti nuk më ke ofenduar, ti më të zhe këte, unë të zhe makarona nuk duam. Dakor të, nuk më ke ofenduar. Jo, deta, jo. Ti nda një dhe me pensionet të tëra,
Mirë, ti s'kishin buk të hanin, dëgjom, tu s'kishin buk të hanin, kërkon një unë në përdyerste të tjerëve të xhaxhajt e ato, se ky thoshte unë do pi me shokët në për lokalet, po ashtu lihet fëmia pa bukë, pa ngrënë, e të shikoj shokët ky. Me 100 milion mall. Kush çfarë më ke dhënë mua ti, mor, çfarë më ke dhënë mua ti? Asgjë s'më ke dhënë, çfarë? Po shtëpi më le, çfarë më ke dhënë mua? Çfarë më ke dhënë? Fabrikën e shtëpinë. Fabrikën, Odeta ka punuar burri, që ka mbajtur këtë, ka mbajtur edhe të shoqen e këtij që ishte për spitali ka ardhur te ky. Po, të tëra. Kush e bën fabrikën? Kush os më gajtet atje në Selanik? Kush e solli? Kush e sakat burri tim që është sakat te kësaj dite? Kush e ka burrin tim që beti me këmbë të ndot? Ti vjen fabrikën time. E që të mbante ty, e mbante ti në mbanje të tëra ata tenit, fëmijët e. Problema që të mos ikë burri është. Ja shteti. Në të burit të fabrikët, e këtë të sholi. Që ke, edhe ajo që ka të mendje, asë ka të një majtoj nuk u jashtë. Mos me jetë, unë dua pjesën time, ti që dhe djali tjetër, dua pjesën time. Po ku ka punuar ajo, majoruar. A i punuar në fabrikën. A i ku që, kur ishte me drakmi burri, e ka punuar, e ka mas, ka se këtyra ato miliona lek që me drakmi, ka martuar djalin ten të madhin, e ke martuar me lekët e burrit tim. Po. Dëgjoj, ti kjo negi të talent të frynët të tjerit, po nuk e ke mirë. E ke vizitoju, se e psikike nga mendu. A ti për të vizituar duhet të vesh ti që të ofendosh se e djalit rend edhe vetë në atë mënyrë. Nuk e kam shtitur botën e unë e di. Zoti Ismail dhe Manjola. Po përgjyqje në për ato se ne nuk kemi të atilla, nuk kemi të atilla asaj kategorie, të argon në përgjyqje në për ato. Të lutem, nuk dimeve nga të gjë. Zoti Ismail dhe Manjola, nuk mundeni... Ja ma do rritë të mbajmë kurris juve, si? Odeta, djali tjetër, vajti nga vajti e shoqja i gjezdisi në për Italia shu, që zvajti ta nxjerrësh nusen tjetër për shtëpisë që s'të ka shërbyer qofte edhe as një minutë, kurse unë të ka dhënë me ka 28 viteve më nxorë jashtë. Që se nxjerrë nusen e djalit? Po ta ndan djalit. Po ta ndan djalit. Zonja, ata këpute kokët, ty e mua. Ja, jo, e ishte zonja. Apo na i bëj shërbim ti për një javë që erdhi vdiq. Sa dhe një bolonja me? Odeta, më të shmendi mua këtu. Odeta. Sa dhe në bolonja me? Sa dhe në bolonja? Odeta, të lutem, të të rrisë më ndërë. Ute një qika të tajun këtë mori që parë në telefon. Ute pas, Odeta, të lutem. Erdhe Tiranë. Ute, Odeta. Unë për të treguar transparente, zoti Ismail, ish kumati juaj. Se këtë që më po gënjem po mashtron. Jo, për të treguar transparente. Ja, më lijoni të flas. Më lijoni të flas. Se kishe fëmijët e vejgjën, ku do mi shikon të fëmijët mua, ku t'ja linje unë fëmijët. Ku t'ja linje. Zoti Ismail. Të t'ja linje aty e keqe, me gardë. Maja ishte me babin me sëmundje të keqe, a rove tinët, si që të dyre një kohë. Atë mos e kujtote, ajo ishte e hu. Si ka vashkët. Ashtu, e ti që të me sëmundit keqe, si t'ja linje masën fëmijët, kur babi tim ishte keq në robet, si t'ja linje unë? Zoti Ismail, edhe zonja Manjola, a mund të gjejmë një gjuhë të përbashkët, sido që të jetë, ke ndarë 28 vite, jetë në shtëpinë e Ismailit dhe ke bashkëshor djalin e tij. Ndoshta Ismaili mund të ketë gabuar, ndoshta dhe ju mund të keni gabuar, mund ta lini të shkuarën mbrapa dhe të jetoni. Sa keni jetuar mbi tokë, zoti Ismail nuk do jetoj më. E tha dhe vetë këtë gjë. Se duhet jeti trishtuar. Odeta, ku i fati ky që mori urdhër mbrojtje që se ka cënuar asnjëri, qofte edhe një llaf, qofte edhe një dhunë, qofte edhe një gjë. Ky nga dhuna psikologjike mua më shpije drejt fundit. Ky po mi bën këto. Mirë, më lijo, zoti Ismail. Jo, po me këto llafe që dëgjoj nga ty, nuk janë të lehta për mua të ti përballoj unë ty në për ti ta të njëjtën nga. Ti gënjen, unë sa djalët e to, a më shan mua ti? Nuk gënje, po të gënje unë të më vrasja i lashtë.
Që të kanë dëgjuar pa me veç time dhe tupa. Manjola, të lutem. Po tupa, Manjola. nuk do në korridor. Po sa baba, se çaftin, se na ofendon neve. Çka ke pe neve? Manjola, Se të nuk them lutem. unë me ke ofenduar. S'me ke ofenduar. Zoti Ismail. Nuk të kam ofenduar shoktin asnjëherë. Ti më ke ofenduar, mua. Ç'e tregon tende që kam ofenduar musën e djathtë ti, e? Si tregosh i drejtë ti na? Nuk është e vërtet. Si nuk tregon të drejtën që Manjola. unë e kam ofenduar. Të lutem, nuk dua të mbaj gjatë zotin Unë s'e kam Ismail. ofenduar. E di s'me ke ofenduar. Zoti Ismail. Unë të kam ofenduar, ti më ke ofenduar edhe pranoje. Pranoje ti je i drejtë, pranoje. Ismail. Të Jo, lutem. unë e pranoj drejtësinë. Që të ndalit të bire, të arbovi në për Italinë, e diti shumë mirë, e di në shtëpi brenda të rinusja, kurse unë që të shpeva të presit e pite, ka në shtëpinë e gjatë e leje, Manjola, të lutem. Ismail. Shtëpi më vete, ja ke blerë ti me gjitha të mirat, kurse unë u lava u shpjava gjë një sot, e më ndore jashtë ka një gjë. Ismail, të lutem, Manjola, një sekond, Manjola. Plus që ti ndihmuar me shtëpi me treja ke blerë, kurse mua më ndore pa një dhomë, pa një shtëpi, pa një kasë dhe pa një gjë. Nuk e zgjidh dot me këtë. Ismail, nuk dua të mbaj gjatë. Dakor te? Po nuk di unë të më kam citë, nuk si të ma shtroj unë i kam të tëra të sakta, le të vinë të verifikojnë si të duan të pysin komshintë. Që janë të planë. Manjola, të lutem. Me letra. Unë punoj me Me letra e mate, se po të me letra me një shtëpi kuna, Jo, punoj me letra. Manjola, të lutem, do më lejosh? Dashur Manjola. Nuk punoj me letra. Me dokumenta dhe të more tapin, ti në gënjeti, vajte more pa nasër neve, vajte shive tapin ti, ka që nuk mua, do të nxirë jashtë, do të nxirë jashtë, do të nxirë jashtë. Manjola, të Po se lutem. certifikat pronësie me parë për vekat, moj. Zoti Ismail, nuk dua të mbaj gjatë në këtë live. Ke një mesazh për t'i dhënë nusës së djalit e ke këtu përballë. Ke një mesazh? Është të rejat e kuash edhe shmirë. Këtë mesazh shkët. Manjola, ti ke një mesazh për vjerrin tënd? Drita, unë dua këte. Djesën time të ma japi, unë nuk dua djesën e ti. Djesën e ti që më takon si djali që kam 28 vite, që kam dhe një bashkë që u kam shërbyer këtu si shërbëtore jashtë mase, e djali tite si që dha shtëpin ati, unë dua pjesën time që më takon. Po se aja ta se shpine do t'japu. Dua pjesën që më takon, jo të me edhi poshtë mua të më nxjerri ky në rrugë të madhe se do që fikti me të vëllezit e këtia të më nxjerri mua jashtë pas një arsye. O, vëllezit që ka munë, që ka vashmet ati. Po vëllezit që këti ata të shty në këtë ditë, se familjet e tyre ata i kanë të plotësuara edhe vëllai këtia ja ka hedhur tapin e shtëpisë të nusës, kurse këti i tha nxjerri jashtë djalin e nusën e fëmijës. Unë sigurisht uroj zoti Ismail. Nuk është E nusë kemi qenë të terën edhe Yzmetin që të kam bërë unë ty edhe sa të që nuk e ka bërë njeri. Ty të kam lërë, të kam shlerë, Jo, mos gënje, mos ma shtro, Slaj të vërtetën. Edhe me qërate të bardha del, as një deputet nuk del me qërate të bardha. I bleveto më ble nga inting, nga 10 qërate. I kam lërë unë robat, e ka të shpintar që i kesi o qeset, ja i kom shiet. Ujtë e drita i ke paguar, se më hoj unë, i ke paguar, kushtë të do të tira që kam bërë unë. Ke paguar në qira që këmbe? Qira? Po ti nuk e paguar mua si shërbëtore 28 vit që të kam shërbyer unë ty me gjithë të shoqe. Të kam bërë me ti me shoqe? Po, Po të kokën ty moj. Si? Kokën të këpute ajo. Lejo të vete në shërbënje time. Po ti nuk keni këputur kokën dhe kanë qenë dhunuar 28 vite për juve të dyve. Nusisht. Të bërat ma priken edhe ta mbyll të shoqe i te për vleza. Mirë, e mbyllim, e dashur Manjola, të lutem, mos ta lujtojmë më shumë. Të bleve me priken, që të rinde qëjt me tynë. Manjola, zoti Ismail. Ato kartat, që të deshi qefi tynë. Manjola, të lutem, mos ta degenerojmë më shumë bisedën. Zoti Ismail, unë të konsideroha si babain tim. Je në punë, e di që je në punë dhe nuk do të mbaj gjatë. Unë të konsiderova si babain tim dhe uroj të reflektosh. Më ke respektuar që s'ka me? Po, këto janë gjërat e vërteta, që të temu. Mirë, unë uroj dhe shpresoj që gjërat të zgjidhen. Manjola,
Që nuk u sol të mirë, një herë e bere gjyqne. Ta fala, ja u fala gjyqen e përme. Falje mua, e bere për të birë, erdha të kërkova, jo të kërkova fali, po të thash hajde më shtëpi, edhe ti ke thënë ajo që ke thënë që mua më jushnin të tjeri. Nuk do të mbaj gjatë, falenderoj që mu përgjigje, uroj të zgjidhet më e mira për familjen tënde, si për ty edhe për familjen e djalit, kështu që të përshëndes nga Tirana. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. E të fala babit. Ka që ke përmi. Faleminderit. Mirupafshim. E dashur Manjola, Odeta. Unë nuk desha të qëndronte më gjatë zoti Ismail vjer juaj për shkak të moshës, për ta respektuar ai 76 vjeç. Unë fola me të gjatë, ishte i prekur, por ndoshta edhe ju duhet të uleni pak, të qetësoheni dhe të gjeni gjuhën e përbashkët. Oj Odeta, nuk e di, unë atë mësoj në ashu edhe e dinte që neve kemi dalë në televizor, edhe janë përpunuar të gjitha këto llafet që foli sot e kanë mësuar. Ajo ka të tëra gënjeshtra, Odeta, mund të vini, unë të thash, hajde të... E dashur Manjola, më tregoi Ismaili që ti kishe dalë nga shtëpia, tani ke marrë një shtëpi me qira dhe je larguar. Po. Uroj dhe shpresoj të zgjidhet gjithë kjo situatë e vështirë, uroj që dhe Ismaili, vjerri juaj, ke jetuar 28 vite me të dhe nuk janë pak. Uroj që dhe ai të ndërgjegjësohet pak. Qoftë dhe njerëzit e tij që na ndjekin, vëllezërit e tij që ti dyshon se e fryn vjerrin, të ndërgjegjësohen. Është e dhimbshme që një 76 vjeçar të dëbojë të birin nga shtëpia, të jetojë vetëm dhe fëmia e tij së bashku me gruan edhe fëmijët të vuaj mos ke parat paguar dhe qeran. Kjo është e rëndë. Si është e drejtë që të rria në një shtëpi 100 metra katrore, të rri vetë, edhe neve të dalim në rrugë të madhe, nuk na takon një pjesë neve, si është e mundur që të nxjerrë pesë. Patjetër, ju do i drejtoheni gjykatës dhe besoj që do bëhet ajo ndarje pasurie. Janë gjitha procedurat që do i ndiqni nga ana ligjore. E dashur Manjola, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Mirë, Manjola, ta uroj dhe ty me zemër, siç ja urova live edhe Ismailit, që të zgjidhen të gjitha këto probleme, këtë gjë ta uroj dhe ty, që këto konflikte të shuajnë. Të uroj më të mira. Do mbetemi bashkë në kontakt. Të përshëndes nga Tirana. Përshëndes Odeta, faleminderit shumë. Mirupafshim. Gjithë mirë, mirupafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që 76 vjeçari Ismail Xhamollari të ndërgjegjësohet, por edhe Manjola me Albanin ndoshta duhet të ulen pak, të ulin gjakrat, duke e mirëkuptuar për shkak edhe të moshës që ai ka. Dhe urojmë të bëhet më e mira për familjen Xhamollari. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por më gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook dhe në TikTok me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë të kanalit tim ku çdo ditë tashmë un jam live me ju çdo paradite me këtë histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni. Mirupafshim.